Rikonstruimi i qeverisë është i domosdoshëm sipas partnerëve të koalicionit në ekzekutiv, por se kur do të bëhet ende nuk dihet. Ajo që mëson televizioni 21 jo zyrtarisht nga burimet brenda qeverisë është se disa ministra do të ndërrohen si nga radhat e VMRO të PMN-s ashtu edhe nga koalicioni vlen. Sipas burimit jo zyrtar, ministrat që mund të ndërrohen janë ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski, ministri i bujqësisë Cvetan Tripunovski, ministri i kulturës dhe turizmit Zoran Lutkov, ministri i arsimit Vesna Janevska, ministri i drejtësisë Igor Filkov, ministri i ekonomisë Besar Durmishi dhe ministri për çështje europiane Orhan Murtezani. Zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetai tha se vetëm një emër është i ditur deri më tani, që kryetarin e Çajirit Izet Mexhitin në cilësinë e zëvendës kryeministrit të parë do e zëvendësoj Bekim Sali. Ndërsa për ministër të ekologjisë, krerët e Vlenit nesër pritet të takohen me kryeministrin Mickovski. Siç e dini, Lëvizja Demokratike kishte edhe ministrin e mjedisit, pra Izet Mexhiti kishte dy rolet, zëvendës kryeministri i parë dhe ministër i mjedisit, pra ishte ministër me resor apo zëvendës kryeministër me resor. Tani Izet Mexhiti dhe Lëvizja Demokratike do propozojnë sigurisht edhe një emër për ministër të mjedisit dhe besoj brenda kësaj jave nesër më së largu do ulemi me kryeministrin si mandatar dhe do i shtojmë të çështje, gjejmë një zgjidhje në bazë të asaj që është dhe dakorduar si hice e partnerëve të koalicionit. Pas zgjedhjeve lokale, kryeministri Hrisjan Mickovski paralajmëroi se do të ketë rikonstruim të qeverisë. Në kabinetin aktual qeverisës 15 ministra janë nga radhët e VMRO të PMN-s, 6 nga Vlen dhe 2 nga Znam. Akoma nuk dihet se kush nga zëvendës kryeministra do të ndërrohen, por nga të gjitha palët kanë bërë të ditur se do të mbeten brenda kornizave të koalicionit sipas marrëveshjes fillestare të formimit të qeverisë.